e institucion nga lidert e partive politike cila është përgjigja e tyre. Unë e konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet të qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme, mirë po është një problem nga data 1 qershor llogaritet që 1270 kompani të dalin në tregun e hapur dhe kjo është fatale për të gjitha këto kompani vendore, është vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, andaj me të vërtetë është anashkalim komplet i të gjitha problemeve të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit, kjo SOG e cila po vazhdon me insistimin e lëvizjes vetëvendosje që në krye të kuvendit ta vendos zonin Haxhiu. Ka posur deklarime prej deputetëve nga partitë deri tash në opozit që propozimi i lidhjes demokratike të Kosovës ka ardhur si pasojë asaj që ju jeni friksuar me shku në një koalicion si e vetme me lëvizjen vetëvendosje, prandaj po kërkoni që t'i përfshini gjitha partitë tjera opozitore, që shi përgjigjeni kësaj. A friksoheni prej një koalicioni me LVV? Jo, nuk e besoj që ka të bëjë kjo me frikën, tani nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët rreth definicionit të frikës. Por besoni e dini të gjithë që në një opsion të tillë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte interesuar për pozita dhe për pushtet, do të ishte në një pozitë shumë më të mirë po të bënte një koalicion me lëvizjen vetëvendosje se sa të hynte në një koalicion gjithëpërfshirës me të gjitha partitë politike. Nuk është frikë, është konsistencë, është premtimi që ju kemi dhënë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe janë dallimet e mëdha ideologjike, programore dhe sjellja e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kriju këtë hendek që për momentin është e pakalueshme. Tani sa i përket situatës para fushatës dhe gjatë fushatës, më lejoni t'ju them që askush nuk e ka para pa që partia fituese do e bllokoj institucionet e kuvendit dhe do të gjindemi para një bllokade të tillë. E kemi thënë sa herë, cila do prej partive të tjera parlamentare, po t'i kishte vetëm edhe një deputet më shumë, deri tani do e kishim konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Do më thonë ka qene pa parashikueshme që të mbahet seanca e 12 në tentativë për të konstituuar kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne kur e kemi shkruar letrën dhe kemi folur, kur e kemi hartuar propozimin, sepse është bërë me konsultime, nuk e kemi mendu asnjëherë pozicionin tonë, se ku do t'jemi ne, nuk e kemi menduar veten dhe ndonjërin nga ne që jemi persona unifikues. Kemi menduar që të ulemi në tavolinë me të gjitha partitë politike dhe të gjejmë zgjidhje për Kosovën. Kemi vënë interesin e Kosovës para interesit të partisë, kemi vënë interesin e qytetarëve para interesit personal të cilit do qoftë. Po edhe kur kemi kërkuar gjatë fushatës, kur kemi kërkuar që zoti Abdi Xhiku të jetë kryeministër, ne kemi kërkuar këtë për të implementuar programin ton politik. Tani po e shohim, kemi rezultatet e zgjedhjeve, kemi këtë ngërsh të cilin natyrisht që nuk e kemi sjell ne, është rezultati i sjelljes së partisë fituese dhe nuk dëshirojmë që për shkak të kryenësisë të lëvizjes vetëvendosje qytetarët ta psojnë dhe të vuajnë më tepër. Po duket diçka shenjë nga partitë të tjera janë më shumë që nuk do pranojnë një propozim të tillë. Në një rast të tillë, duke po edhe kritikesat e grupit të DK-s, në rast se dështon këtë propozim të DK-s, a jeni të hapur me urën vetëm me vendosjen apo në asnjë mënyrë nuk ka ta kemë me ta për formimin e qeverisë? Unë po besoj që kemi qenë qartë që nga fillimi, sa i përket qëndrimeve tona në raport me një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, e kemi bërë këtë që nga fillimi. Ne nuk kemi qenë në pritje të lutjeve ose të letrave nga lëvizja vetëvendosje për ta formsuar ose për ta ndryshuar qëndrimin tonë. E kemi thënë, nuk jemi të interesuar
të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirë presim qoftë se vinë dhe ulemi, nuk kemi vendosur asnjë kusht, sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit në këtë ryezë të përbashkët, duke përfshi edhe kryetarin e parlamentit në mënyrë që dalim nga kjo blokadë, dhe do me thonë, kjo është forma jonë, është propozimi ynë për ta zhbllokuar situatën. Në qoftë se të tjerët nuk dojnë, atëherë le të urdhërojnë dhe le ta zhbllokojnë, le të dalin me propozimet e tyre dhe le ta bëjnë një shumicë dhe le ta zhbllokojnë situatën. Krejt çka po kërkojmë, ne në natën e zgjedhjeve kemi thënë që qytetari na e ka dhënë këtë rezultat, ne respektojmë suksesin dhe legjitimitetin e secilës vote, secilës parti politike dhe jemi komod të qëndrojmë në opozitë. Mirë po ne kemi bërë një hap tutje dhe kemi lëshu kemi thënë po ulemi me të gjitha partitë politike që të gjejmë një zgjidhje. Në qoftë se të tjerët nuk pranojnë propozimin ton, atëherë të tjerët duhet dalin me propozim. E kemi thënë që nga dita e parë, nuk po dëshirojmë që t'ja marrim fitoren zotit Kurti. Janë 15 parti parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kryetarët e parlamentit dhe qeveria formohet me marrëveshje politike. Le të urdhëroj, le të bëj marrëveshje politike. Ai na ka bë ofertë neve për marrëveshje politike, ne kemi refuzuar për të satën herë një marrëveshje të tillë politike, le të urdhëron me partitë të tjera dhe le ta bëj. Për LDK-n është më rëndësi që të bëhet deblokimi i kësaj situate dhe të merremi seriozisht për një periudhë të caktuar me problemet e qytetarëve. Po, për çështjen e pakicave ju lutem shumë, në letër është specifikuar me një qeveri gjithëpërfshirëse, tranzicionale, ku pakicat janë kategori kushtetuese. Ne tani pakicat, dhe më thonë, komuniteti i pakicave kanë probleme me zveti, si që ka probleme edhe komuniteti shqiptar. Ne jemi marrë me këtë çështje dhe kemi thonë që sepse ata janë kategori kushtetuese dhe në çfarë do qeverie e cila do të formohej, zonja Emilia Rexhepi bashkë me komunitetin e saj janë pjesë e asaj qeverie sepse janë kategori kushtetuese. Në fakt, ne kemi me kushtetut të diskriminuar pozitivisht komunitetet në Kosovë dhe këtë dim. Në ndërkohë, zonja Rexhepi nuk duhet të jap konotacion politik krejt kësaj përpjekjes tonë për me debloku situatën, sepse as në letrën e Kurtit drejtuar neve nuk përmendet fare komuniteti. Nuk është dhe më thonë fare subjekti letrës. Ndërkohë që ne kemi thënë qeveri me përfshirje të gjitha partive shqiptare, duke përfshirë normalisht edhe kategoritë kushtetuese të që janë komunitetet. Ne nuk mund të bëhemi pjesë e shkeljes kushtetuese dhe mandej ta dërgojmë veten në gjykatë kushtetuese. Për me u zhblloku situata, ne kemi dhënë një propozim interim. Ne kemi dhënë propozimin që ejat ulemi dhe të bisedojmë për me zhblloku situatën. Nuk mund. Unë nuk kam ndonjë emër, natyrisht që ajo do të jetë subjekt i diskutimit të kur të ulen të gjithë liderët e partive, të gjithë përfaqësuesit e partive politike, do të bisedojnë edhe për figurën unifikuese. Faleminderit. Ju lutem shumë, ngërë që ka ardhur si rezultat i mungesës së bashkëpunimit në mes të partive shqiptare. Ne pakicat, duke përfshirë edhe listën serbe, dhe më thonë, ata janë pjesë e secilës qeveri si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës, kështu që nuk ka nevojë të ftohet. Dhe më thonë, në qoftë se dikush është pjesë e qeverisë, në qoftë se, dhe më thonë, dikush prej komuniteteve kanë probleme mes tyre, ne nuk mund. Për shembull, kundërthenjet ose mos pajtimet që janë në mes të zonjës Balje dhe zonjës Rexhepi,
nuk mund të zgjidhen në një tryezë të përbashkët të partive shqiptare. Po flasim për debllokim të situatës. Dhe mandej kushdo që e formon qeverinë, natyrisht që ata janë pjesë, janë kategori kushtetuese. Faleminderit shumë.